Artizanatet në vendin tonë po shkojnë drejt zhdukjes. Ata që vijojnë t'i mbajnë gjallë numërohen me gishtat e dorës. Në Vlorë punon prej më shumë se 5 dekadash një këpucar i cili është më i vjetri në qytetin bregdetar. Hamdi Mehmeti na njeh me historinë e tij se si e përqafoi këtë profesion. Unë jam Hamdi Mehmeti, këpucar i vjetër prej 52 vjetësh në këtë zanat. E kam filluar në moshën 15 vjeçare. Në këtë zanat u futa kur mbaruam shkollën 8 vjeçare. Në atë kohë na jepte flet pune Këshilli i Lagjes dhe fillova në moshën 15 dhe vazhdoj deri sot. Në këtë zanat në fillim e kishim pak të vështirë, pastaj u ambientuam shumë shpejt dhe nuk u ndam më. U bë njësh me zanatin, tregon i moshuari. Edhe pse vitet i rëndojnë mbi supe, Hamdi u tregon se dëshirën për punë ka të madhe. Vite më parë ai prodhonte edhe vetë këpucë për shitje. Për zanatin tim nuk është asnjë gjë e vështirë. Më pëlqen dhe e bëj me gjithë dëshirë dhe shpirt. Proces të vështirë nuk kam, të gjitha i bëj me qef. Tani mosha ime, kuptohet, nuk i përballon të gjitha punët, për pjesën më të madhe e bëj. Punët e mëdha, porositë, këto nuk i bëj më se na konkuron fabrika. Merrem me riparimet e këpucëve që nga më të shtrenjtat deri te më të lirat, shprehet ai. Afro 70 vite jetë dhe mbi 50 vite profesion, Hamdi u tregon se me këtë zanat rriti fëmijët dhe mbajti familjen. E vetmja breng për të në lidhje me profesionin është neglizhenca e të rinjve që nuk e duan si zanat. Shumë profesione në Vlorë si këpucaria, artizanati apo dhe thurja po zhduken, sepse brezi i ri është më i fokusuar tek teknologjia dhe zhvillimet e saj.